Kandidati i Partisë Socialiste për kryetar të Bashkisë SMAT në zgjedhjet e 9 nëntorit Altin Bojni është ndalur në takimin e radhës elektoral me banorët e bllokut të banimit nr. 1 të lagjes Pjetër Budi të qytetit të Burrelit. Gjatë fjalës së tij, Bojni tha se investimet në qytet do të vijojnë, ku pas shumë investimeve të bëra në hapësira të mëdha, do të vijohet me hapësira të vogla me ndriçim, krijim të hapësirave të gjelbra e të tjerë. Ne duhet të vazhdojmë me të njëjtën vazhdueshmëri punësh në infrastrukturë, në trotuare, në ndriçim, në pastrim, në gjelbrim kudo, sepse bashkia jonë, banorët tonë dhe komuniteti jonë meriton të eci përpara. Vizioni jonë, misioni jonë është që punët e mira të vazhdojnë dhe mos dalen gjithë bashkë ndërtojmë të ardhmen. Unë sot, si kandidat për kryetar bashkie, kërkoj vota majtas dhe djathtas, pa ndasi politike, se kryetari i bashkisë është shërbëtori juaj, është për ju. Kështu që me datën 9 nëntor, ju ftoj të gjithëve të ecim përpara bashkë, për një të ardhmë të mirë, me punë, me besim, gjithë këto punë të mira që kanë nisë të vazhdojnë dhe mos të ndërpriten. Deputeti Agron Malaj tha se përballë alternativës së Partisë Socialiste nuk ka alternativë më të mirë për të drejtuar Bashkinë e Matit, duke sulmuar kandidatin që mbështet opozita. Në prezantimin e tij të parë si kandidat për zgjedhjet e 9 nëntorit, gënjeu me një fjalim ku çdo fjalë e tij ishte i gënjeshtë. Ju thoshte matjanëve që Mati s'ka ujë 24 orë. Ju thoshte qytetit Burrelit që s'ka ujë 24 orë. Që kjo është një gënjeshtër ku secili nga ju e ka të qartë. I thoshte fsharit Dërjan që Dërjani s'ka ujë. I thoshte Rukajve. I thoshte Macukullit. I thoshte Bruçit, Kodërlaçit, ku ka dhe shtëpinë. Ju thoshte që këto kanë gënjur se ujësia sa s'kanë bërë. Apo thoshte ne do prishim këto sheshe, këto punë mëdha publike që ne kemi bërë së bashku. Shumë keqardhje për një kandidat që pretendon të bëhet kryetar bashkie, që minimumin nuk ka vizionin, dëshirën, por dhe transparencën, që të flasësh në fjalimin e parë me gënjeshtra, para komunitetit matjan, kjo është për të ardhur keq. E pra, këto janë ato njerëz që ne kemi përballë, a mund ta mohojmë që qytetit Burrelit i ka ndryshuar faqja nga e zezë në të bardhë, ku në të gjithë komponentët, si infrastrukturë, ujë të pishëm, sheshe, parqe, kopshte, shkolla, qerdhe, shërbime shëndetësore, ambulanca, ka një transformim të jashtëzakonshëm. Pra ne kemi zgjedh një njeri që e njeh pushtetin lokal. Kemi zgjedh një njeri që e njeh mirë trevën e Matit, i di hallet dhe shqetësimet e gjithë secilit nga ju, ku ka qenë pjesë e projekteve dhe vendimarrjeve të mëdha në këto 2 vite për transformimin e Bashkisë Matit. Në takimin me banorët e njësisë administrative Ulës, kandidati i Partisë Socialiste për kryebashkiak të Matit, Altin Bojni, shpalosi mes të tjerash projekte të reja që do të zbatohen në të ardhmen në këtë njësi administrative, teksa kërkojnë mbështetjen me votë në zgjedhjet e së dielës. Nga ana e tij, deputeti Agron Malaj deklaroi se do të jetë krahë të Altin Bojnit pas 9 nëntorit për të çuar përpara të gjithë projektet e nisura prej tij. Ne dim shumë mirë për sa shumë punë janë bërë në Ulës këto kohë të fundit, duke i parë gjithë këto investime. Është një qytet me vërtet shumë turistike që gjithë njerëzit e vizitojnë dhe turistët vinë këtu në Ulës. Po jo vetëm në Ulës, por edhe në Bushkash, duhet vazhdojë vazhdimësia e punëve të mira. Faza e parë 41 kilometrave të asfaltit ka kapë edhe pjesën e Bushkashit, por ne kemi edhe një fazë të dytë që do kapi Stojani, që do bëhet ushtrim me asfalt, do jetë edhe ndërtimi i ujësjesit të Stojanit. Po ashtu kemi edhe për Bushkashin një projekt shumë i mirë për shëndetoren e Bushkashit që të jetë një vepër e mirë edhe që të japë sa më shumë zhvillim atij komuniteti. Kështu që unë kërkoj një mbështetje pa ndasi politike, as të marrit as të djathtë, që këto punë të mira nuk duhen dalë. Unë sot nuk e marr me thënë për ndihmë koshe, po ato që po i themi sot ne në 2007 do vinë të japim llogari këtu para jush. Kështu që ju ftoj që në datën 9 nëntor të na mbështesni, që të ecim përpara bashkë. Altin Bojni e para ka një mbështetje qeverisë 4 vite. E dyta është një djalë që vjen nga drejtimi i institucioneve dhe s'puni kryetar i Këshillit Bashkiak. Dhe njeh mirë rrethën e Matit, po i di mirë problematika që ka kjo bashki.
E treta, ka një administrat konsoliduar, profesioniste, ka financa, ka buxhet, por ka edhe një stend madhe plot me projekte, me një vizion qartë që ne ku të shkojmë. Pra e ka shumë më të thjeshtë se e kishin ne në 2019. E treta, nuk është i vetëm. Me të vërtet isha kryetar bashkie, po isha i vetëm. Sot ka mund krah, që do i rri dhe jem urlisi midis pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Pse? Sepse unë vi nga ju, e njoh mirë këtë territor. Në dytë nasë më shumë me gjumi e diu çka ka Ulza, sa jesi ka, sa probleme ka, ku i ka problemet, ku Ulza si jesi flas. Ku do investojmë, ku do shkojmë, si e kemi vizionin, e gjitha.